mendoj se mbi të gjitha në këtë ndeshje duhet ajo përgatitja ose themi ajo ekuilibri psikologjik i përgatitjes së ndeshje. Sigurisht që Serbia ka një skuadër mjaft mirë, do të thotë kompletuar, por ajo skuadër që do jetë më do ketë atë balancën psikologjike. Ajo skuadër besoj që do jetë ajo skuadër që do dali mirë këtë ndeshje. Kush e parë do jetë më determinant? Është mes fushë, është mbrojtja. Çfarë mendimi ke? Edhe një herë, ajo skuadër që do ta përgatisin ndeshjen ose ato lojtarë që do ta përgatisin ndeshjen psikologjikisht mirë, ato lojtarë besoj që do japin më të mirën në fushë. Pastaj shiko, e rëndësishme është që mos të them kështu ndeshje. Këtë do kisha qejf shikoje fushën e lojës. Një formacion do kisha qejf ta shifsha një formacion që t'i japi sa më pak ekipit kundërshtar, edhe ato raste që ketë në sulm ti finalizoj. Kjo është ajo formacioni ideal, do të thënë. Formacion me fjalë, jo me mbiemra. Me mbiemra pastaj është trajneri që vendos, po. I madh. Sigurisht që po diskutohet për Brojën, Broja është një alternativë për shembull në repartin e sulmit. Për shembull po ti do e fusje Brojën, Është një lojtar që me forcën që ka, me shpejtësinë mund të krijojë probleme ekipit kundërshtar. Kështu që pse jo? Nëse është në formën më të mirë,